Fenomeni ndotjes së ujrave detar duket se ka vijuar edhe gjatë kësaj të marte, ndërsa e ka shtrirë rrezën e tij të veprimit. Shirat intensiv të orëve të fundit kanë shkaktuar ndotje të ujrave detar, duke krijuar kështu një situatë problematike për gjatëvijës bregdetare. Situata u paraqit problematike edhe në zonën e njohur si Shkëmbi Doktorit, pranë Rapit në ujë të ftohtë, ndërsa më e theksuar situata ishte pikërisht në këtë zonë gjatë kësaj të marte, sikundër po ndiqni në ekran, ku deti ka marrë një ngjyrë të pazakontë dhe shqetësuese. Sipas vëzhgimit realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, rreshjet e dendura të shiut kanë sjellë sasi të madhe të baltës nga kodrat përreth drejt Bregdetit dhe si pasojë kjo edhe erozionit që kohët e fundit ka qenë i dukshëm në qytetin bregdetar. Sikundër po ndiqni nga pamjet në ekran, rrjedhjet sipërfaqësore kanë transportuar dhera drejt detit, duke krijuar kështu një përzierje të dendur llumi që ka ndryshuar dukshëm edhe ngjyrën e ujit. Situata u shfaq problematike gjatë kësaj të marte, në një pjesë të konsiderueshme të vijës bregdetare, ku uji i detit ishte i turbull dhe me ngjyrë kafe. Fenomeni erozionit është shtuar së fundmi në Vlorë si një fenomen që duhet të kërkojë ndërhyrje dhe projekte afatgjata për ta zgjidhur atë, pasi llumi që vjen nga kodrat e qytetit drejt Bregdetit shkaktojnë ndotje që janë masive, sidomos në këto ditë me rreshje intensive shiu, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Nëse situata nuk do të menaxhohet në kohë dhe nëse nuk do të zbatohen projekte, të cilat synojnë në masa mbrojtëse në zonat kodrinore, rreziku i përkeqësimit të mëtejshëm të cilësisë ujit të detit dhe ndikimi negativ në turizëm mund të jetë i lartë.